Mirëdita të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në këtë edicion lajmesh. Sot do të ndalemi te një çështje që prek drejt për drejt jetën e përditshme, por që po zë gjithnjë e më pak hapësirë në raportimet mediatike, ndotja e mjedisit. Gjatë muajve të fundit numri i lajmeve për ndotjen ka qenë i kufizuar, ndërkohë që problemet në ajër, ujë dhe tokë vazhdojnë të jenë të pranishme. Një realitet që nuk ndalet, edhe kur vëmendja publike zhvendoset. Gjatë muajve të fundit, disa media brenda dhe jashtë vendit kanë publikuar artikuj që hedhin dritë mbi gjendjen e mjedisit në Shqipëri. Raportime që flasin për pasojat e ndryshimeve klimatike, nga zjarret dhe përmbytjet, te ndikimi i drejt për drejt në ekonomi, bujqësi dhe turizëm. Artikuj të tjerë vënë në dukje ndotjen e lumenjve nga mbetjet, një problem që jo vetëm dëmton ekosistemin, por edhe përkeson rrezikun e përmbytjeve në zonat e banuara. Raportime ndërkombëtare theksojnë gjithashtu ndotjen e ajrit, duke renditur Shqipërinë mes vendeve ku ndikimi në shëndetin e qytetarëve mbetet shqetësues. Në disa raste, institucionet evropiane kanë kërkuar veprime më konkrete, përmirësim të legjislacionit dhe zbatim më të fortë të ligjit mjedisor. Të gjitha këto artikuj tregojnë një realitet të përbashkët. Problemet mjedisore janë të dokumentuara, të njohura dhe të pranishme, por raportimet mbeten sporadike, pa vazhdimsi dhe pa hapur një debat të gjerë publik. Ndotja e mjedisit nuk është një çështje e së ardhmes, është një problem i së tashmes. Artikujt ekzistojnë, faktet janë aty, por vëmendja mbetet e kufizuar, dhe ndërsa raportimet zbehen, pasojat vazhdojnë të rriten. Pyetja që mbetet është e thjeshtë, apo flasim mjaftueshëm për një problem që prek të gjithë?